për Haziu unë kam një respekt veçantë dorën zemër, sepse unë mendoj që ai diskutabile këtu, po ideja është Haziu është pajtu, po ketë me dyshin. Jo, unë mendoj se zotri Aziri e ka mojt me gjithate edhe kohezionin brenda partisë. Nuk ka ndodhur për para, as në LDK madje, që ai që i ka humbë zgjedhjet për kryetar, jo vetëm të qëndrojnë brenda partisë, por t'ja një kryetari tri, edhe ti qëndrojnë mrapa në vendimet e tij. Këto e ka bo zotri Aziri dhe ka rujt shumë qëtë kohezionin e brendshëm me veprimin që e ka bo. Shqipe, a ka patur tendenca për eliminim, se edhe po e zgjas më shumë me secilin nga ju, a ka patur tendenca për eliminim nga shembull nga lista nëpërmjet votave brenda dhe jashtë? Me listat e hapura është pamundur me postens. Po. Ka organizime Shqipe. Ka organizime brenda partive politike. Dhe kjo zëri është ngritur. Tash po mendoj që çka duhet kërkoj zotri Hoti, ngritur nga Driton Selmani, të gjitha ata çka duhet kërku është edhe me ndru statutin e LDK-s, sepse statuti i LDK-s i jep shumë kompetenca kryetarit. Gati është i pa kontestueshëm në vendimet e tij. Ai ka mandej pushtet me e propozu krejt kryesin, pra nuk mund të vinë propozime nga individ, nga deget e kështu me radhë, por është kryetari i cili bën propozimin edhe cili mandej veç të paktën edhe çka kemi po në kalumen veç formalisht votohet nga Këshilli i Përgjithshëm. Është kryetari ai që ka kompetencë me bë edhe listën e kandidatëve, edhe renditjen e sajna. Kështu që nëse duhet me e zgjeru vendimarrjen, unë mendoj që duhet ndru statuti, edhe duhet ndru mënyra e vendimarrjes aty, edhe kryetarit fakt ti kufizohet, jo ti kufizohet, të bëhet shpërndarja dhe vendimarrja të bëhet ma kolegjiale. Aktualisht po është kryesia ajo që merr vendime. Plus që brenda LDK-s edhe kanë edhe një farë kryesiet në ngushtë, që në fakt ajo pastaj është kryesia vërtet. Por kush është kryesia ngushtë? I bie Kujtim Shala? I bie kryetari nën kryetart, kryetari i forumit rinos, kryetaria e forumit të gruas. Që i bie 4 ose 5 nën kryetari ka LDK-ja, s'jam e sigurt. Kujtim Shala, i bie Anton Quni, Gazmen Muhaxheri, Doarsa Kica, kjo Hikmeti Bajrami. Edhe Hikmeti e ka rolin e nën kryetarës. Po, dhe ajo është nën kryetare, mandej Imre Ahmeti si sekretar. Po. Parisi, kryetari Linis edhe Jehona. Kjo është ajo kryesia ngushtë, cilët po më duket i marrin vendimet kryesore brenda partisë. Por që ka nevojë për një diskutim të brendshëm dhe ka nevojë madje në gjykimin tim edhe në një lloj hulumtimi, se s'pe quj hetim tani, po diçka ka ndodhur me votat e diasporës. Edhe kjo duhet sqaru, nëse jo për opinionin publik, brenda LDK-s duhet sqaru kjo punë, çka ka ndodhur, se është e vërtetë ka një lloj diskrepance, e cila ka njëherë nuk ka shpjegim logjik. A mund të legjitimohet ose të njihet një lloj fraksioni që përmend tani? Unë jam pro fraksioneve, ose unë jam për një vendimarrje ndryshe. Ta zëm kryesia nuk duhet me propozu vetëm kryetari. Duhet të ketë një mekanizëm tjetër i cili ju mundson edhe njerëzve tjerë me i bë propozimet e veta, edhe pastaj votimi të jetë i mbyllur.